Për Akën, se si eksperti Akës. Për mu përkundazja është ma e vështira. Se me disa me plot pityre që në listë dhe kam rukëtu dyre në zjedhe. Ajtë shohim tani. Pak këgja e vështirë me... Të ki pas vështirë është. Ha? Vështirë. Edhe me shumë gjas, dikush mundet më mujë, dhe u pas çka bëj. Jam mënu me e boj një farë përzgjedhje të mirë, jam mënu pak njerëz të ri që kanë hyrë listë për herë të parë në aleancë me i jep një përkraje. Normalisht Ardian Gjini me numër 9 mënaj që s'ki që ka fletë për Ardian Gjinin. Edhe Dauti po vel po është duket. Tash e kom për shpjegimin të Dauti, se tash këtë të ri me ishtime një subjekt politik është problem. Se mundën me hu për rrugën, zdinë ka odera me dalë në parlament ose edhe me hy, po duhet një farë gërshetimi. Ardian Gjini me numër 9 mënaj që Ardian Gjini është njëri dëshmu, unë mënaj që është politikari maj mirë që ka s'kena jonë politike. Ndër matë mirë, edhe ka dëshmu punën e tina kudo që ka punu, sidomos në Gjakov, me punë që i ka bo për Gjakovën dhe për Gjakovarët, mënaj që meriton me jap një përkraje edhe më të fuqishëm nështë se sa që ka pas aleanca edhe zoti Haradinaj kur ka qenë kryetar. Albana Bity që ne vlerësoj kur ka qenë mandatin e plot në Kuvend, kur Kuvendi ka pas 4 vjet funksion, ka qenë aktive, pastaj ka humbë zgjedhje, nuk u dorëzu, ka garu prapë zgjedhje tjera, ka fitu, prandaj mendoj që Albana përfaqëson mirë Suhareken në Parlament Kosovës. Njëkohësisht mendoj edhe për Burem Ramadanin, ekspert i sigurisë, mendoj që e burimi dhe Albanat dytë së bashku do të përfaqësonin shumë mirë, jo vetëm Suhareken, po edhe Rahovecin edhe Rëthinën në Parlamentin e Kosovës. Labinot Pongjaj, me numër 22, mendoj që ka qenë asambles tepër aktiv në Kuvendin Komunal në Pejë dhe mendoj që elektorati i AKS meriton me jep përkraje e labit. Figjie Dragaj është për herë të parë në listë një sikur labi. Asistente në Figji, asistente në grup parlamentar. Ka punu në grup parlamentar që moti, në grupin parlamentar të AKS. Ka një eksperiencë tepër të madhe në parlamentit se çysh bëhen ligjet dhe është për herë të parë në garë dhe meriton me jep përkraje elektorati AKS. Daut Haradinaj mënoj që nuk del shumë shpesh me folë foltore të Kuvendit, por kur del me folë ja qëllan, edhe është debatuesi mirë. Ja qëtë piken, apo? Ato e mundesh me thonë ti, unë mënoj që... Unë munda me thonë që janë zjerë fundin. Dhe mënoj që nuk ka nevojë me kërku vot për Dautin, sepse Dauti ka votën e vetë, është mjaft i votum, është mjaft i kërkum. Hasan Gjikokaj është një doktor tepër i njoftun, dhe kogja humanist, që ka ndihmu njerëz shumë, dhe mënoj që meriton doktori me përkra. Fitore Hule është kryetare e forumit gruas në Deçan. Kam pas mundësinë me punu me ta kur kam majtë trajnime përmes asociacionit gazetarëve e organizatave qeveritare. Ka qenë drejtoresh e zhvillimit ekonomik në kohën Deçan, tash është profesoresh në shkollë të mesme, po shumë aktive dhe sidomos për drejtat e grave dhe mendoj që meriton me qenë pjesë e parlamentit. Den Veselaj po ashtu ish asamblest, ka qenë shumë aktiv dhe është një politikan vetrina AK që e ka një tardhme për shkak se nuk dorëzohet asnjëherë edhe punon gjithmonë dhe meriton përkrajen. Edhe Malsura Ramosa Januzaj, profesoresh në gjimnaz, është një vajzë shumë e përgatitur dhe mendoj që elektorati i AKS me të vërtetë duhet me jap mundësinë me qenë pjesë e Parlamentit të Kosovës. Ju kërkoj falë atyre tjerëve, ndoshta një emër më ka vetë në veçanti, se ja kogja shumë marak, është Avni Arifi, për shkak se o rikthyn e AK, o rikthyn garë dhe... E kompenzojone. E kompenzojone. Mirë, faleminderit. Është rikthyn nga analisti politik, po. Korça. Shumë mirë.